Drejtoria vendore për kufirin dhe migracionin e Durrës, në bashkëpunim me seksionin për hetimin ekonomik dhe financiar të Drejtorisë Vendore të Policisë dhe autoritetet doganore, kanë finalizuar operacionin policor të koduar Trageti. Policia bën me dije se bazuar në informacionet e siguruara se në një automjet mund të kishte qindra stega cigare me qëllim futjen e tyre kontrabandë në Shqipëri, shërbimet e policisë kaluan për kontroll në vijën e dytë, një automjet me drejtues shtetësin EB. Gjatë kontrollit në automjet janë gjendur 548 stega me cigare, pa pull fiskale, të pa deklaruara për autoritetet doganore dhe policore, si dhe pa dokumentacionin shoqërues. Në vim të veprimeve, nga shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrësit, u ushtrua kontroll në banesën e këtij shtetësi, ku u gjedh dhe u sekuestrua një armë zjarri automatik AK-47. Në ndrejtimin e prokurisë së Durrësit, kontrolli vijoi edhe në brendësitë e Tragetit, ku në ambientet e hotelerisë të një tragedi u gjendën të fshehura 250 stega me paketa cigare me qëllim futjen kontrabandë në Shqipëri, të cilët u sekuestruan në cilësinë e provave materiale. Në përfundim të veprimeve të para hetimore, është bërë arrestimi në flagrancë për veprat penale kontrabandë me mallra që paguhet aksizë dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit i shtetasit EB 34 vjeç banues në Durrës. Gjithashtu është proceduar penalisht për veprën penale kontrabanda me mallra për të cilat paguhet aksizë përgjegjësi i hotelerisë së Tragetit, shtetësi me iniciale S 34 vjeç po banues në Durrës. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprimet më të mëtejshme.